po thjesht i shton dhe kërkon një lloj dakordësie. Edhe pse kam thënë herë të tjera që miri për mua në ato lojë është një varg ku mbahet në një anë si nga Selin dhe nga Rogerti dhe vet ai nuk është ai që loz apo lëviz velat e varkës, por është aty në ndihmën e këtyre situatave dhe e ka humbur atë shkëlqimin që ka pasur fillim ku ka qenë më në pa si protagonist, tani është në hijen e dy personazheve që unë përmenda, Selin dhe Rogerti. E nëse do të kemi një dasëm ku do të shikojmë më shumë ndjesi dhe më shumë ndoshta vërtetësinë atë që publiku kërkon, jo se Selin dhe Gimbo nuk e ka, përkundërzi ky fundit është shumë i dhënë ndjesi maksimale dhe maramëndse për Selin, ja ka dedikuar të gjithë të rrugtimin e tij asaj dhe është lënë më njanë lojës, është fokusuar padyshim tek Selin, por duke mbetur tek ajo shija që ne jemi mësuar ndoshta edhe nga kujtimet që ka lënë Luizi dhe Kiara, mund t'i afrohet deri diku Mateo dhe Brikena, edhe pse lidhja e tyre është larg asaj që ne kemi parë në Big Brother 2, por sidoqoftë, mbetur tek impakti i publikut është ai lezeti, është ai sheqeri dhe ndoshta mund ta ndryshoj vibe-in e një dasme për t'u afruar më shumë vërtetësisë dhe një lloj feeling të bukur dhe të komentohet më shumë qasja në dasëm se sa shkatruesit e kësaj dasme. Sidoqoftë do doja të dija dhe mendimin tuaj për gjithë këto dinamika që po bëhen në shtëpi, a ka realisht një lloj tendence të produksionit për të ulur Mateon dhe për mos të nxjerrë atë në pas si një nga lojtarët kryesor në këtë shtëpi dhe loja e tij nuk është vetëm të fitojë zemrën e Brikenës, por është edhe ai lojtar që ka debate me të gjithë, që thot mendimin e tij pa filtra apo edhe pa pasur asnjë lloj barriere apo një lloj stepje që nëse nuk do dalë ashtu siç ai mendon, mund të gjykohet keq apo dhe mund të gjykohet mirë në rastin më të favorshëm ndaj tij. Por më kryesorja është edhe mos harroni t'i bëni subscribe kanalit ton Koha Jon në YouTube.